Shpesh, ne të rriturit mendojmë se fëmijët nuk kanë arsye për të ndjerë të lodhur emocionalisht. Ata nuk mbajnë përgjegjësi pune, nuk kanë borxhe, nuk paguajnë fatura. Por e vërteta është ndryshe. Edhe fëmijët përjetojnë stres, presion dhe ndjenja të forta që mund t'i lodhin. Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar më shumë mbi lodhjen emocionale tek fëmijët. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të programit Shpresë për ty dhe faleminderit që jeni duke na ndjekur në këto momente. Unë jam Marta dhe unë jam Dena, ju përshëndes të gjithave. Në programet tona ne vazhdimisht flasim për tema që prekin edhe fëmijët edhe ndajmë ju informacione dhe këshilla për gjërat që mund të bëni ju për t'i njohur më mirë dhe për t'i ndihmuar më shumë fëmijët tuaj. E tillë është edhe tema për të cilën do të flasim sot, lodhja emocionale tek fëmijët. Po, kjo është gjë reale. Ne mendojmë se nuk I ngarkojmë fëmijët me problemet tona dhe realisht bëjmë më të mirën që dim për këtë. Por fakti është se edhe fëmijët mund të lodhen emocionalisht ashtu si ne. Dallimi është se ata nuk kanë ende mjetet e duhura për t'i shprehur apo për ta menaxhuar këtë lodhje siç bëjnë të rriturit. Lodhja emocionale është një gjendje ku fëmia ndihet I mbi ngarkuar dhe I pafuqishëm përballë emocioneve të veta. Ata përjetojnë një ndjesi sikur zemra dhe mendja e tyre janë të raskapitura nga gjëra që ata nuk dinë si t'i përballojnë. Dhe sigurisht ka disa shenja që tregojnë se një fëmijë është I raskapitur emocionalisht. E para janë shenjat fizike. Një fëmijë që është I lodhur emocionalisht mund të ketë dhimbje koke të shpeshta, shpesh pa arsye mjekësore, dhimbje barku ose shqetësim me stomaku, sidomos para shkollës ose situatave që I shqetësojnë, pagjumësi ose vështirësi për të fjetur. Fëmia mund të ketë ëndra të këqija dhe të zgjohet shpesh gjatë natës. Lodhje e tepërt gjatë ditës, edhe pse nuk ka patur asnjë aktivitet fizik të rëndë. E dyta, shenjat emocionale. Një fëmijë lodhur emocionalisht mund të shajë shpesh për arsye që duken të vogla. Ai shfaq nervozizëm dhe ka shpërthime të papritura. Reagime të forta që nuk përputhen me situatën. Ka ankth. Fëmia shqetësohet shumë për ngjarje të vogla ose për atë që do të ndodhë nesër. Ai trishtohet, nuk është në humor të mirë dhe duket I mërzitur për periudha të gjata kohore. E treta janë shenjat në sjellje. Fëmia që është I lodhur emocionalisht humbet interesin për lojra ose aktivitete që më parë I pëlqenin. Ai izolohet dhe nuk dëshiron të luajë me shokët, por preferon të qëndrojë vetëm. Ka vështirësi në përqendrim, shpesh harron, nuk arrin të përfundojë detyrat, përrjedhoi performanca në shkollë është e dobët. Fëmia ka rezultate dhe nota të ulta, si dhe mungesë motivimi për të mësuar. Një shenjë tjetër në sjellje që duhet vënë re tek fëmijët e lodhur emocionalisht është varësia e shtuar ndaj prindërve. Fëmia kërkon vazhdimisht praninë e prindërve dhe ka frikë të ndahet prej tyre. E katërta janë shenjat sociale dhe të komunikimit. Fëmijët e lodhur emocionalisht kanë konflikte më të shpeshta me bashkëmoshatarët. Vështirësi në shprehjen e emocioneve, nuk gjejnë fjalët për të treguar se si ndihen. Ata përdorin shprehje si: jam gjithmonë I lodhur, nuk dua të shkoj, s'më do askush. Duhet thënë Dena se është normale që fëmijët I kenë këto shenja ndonjëherë. Ajo që prindri duhet të vënë re është kozgjatja dhe intensiteti. Nëse këto shenja vazhdojnë për disa javë dhe fëmia duket se nuk po gjen dot ekuilibrin, atëherë është e rëndësishme që prindrit të ndërhyjnë me kujdes dhe kur duhet të kërkojnë edhe ndihmë profesionale. Tani Arta, le të ndalemi pak tek shkaqet e lodhjes emocionale tek fëmijët, sepse ato janë çelësi për të kuptuar dhe parandaluar këtë gjendje. Shkaku I parë I kësaj lodhjeje është presioni akademik dhe pritshmëritë e larta. Fëmijët shpesh përballen me ngarkesë të madhe detyrash shkollore, orare të ngjeshura, kurse jashtëshkollore. Kur prindrit ose mësuesit kanë pritshmëri shumë të larta, fëmia fillon të ndjejë se nuk është kurrë mjaftueshëm. Ky presion I vazhdueshëm e bën të ndihet I raskapitur dhe I friksuar nga dështimi. Shkaku I dytë për lodhjen emocionale tek fëmijët, që fatkeqësisht është shumë I shpeshtë, janë konfliktet në familje. Zënkat mes prindërve, mungesa e harmonisë në shtëpi, apo edhe divorci, I bëjnë fëmijët të ndihen të pasigurt. Mungesa e kohës cilësore me prindërit
Kur ata janë të zënë ose të shpërqendruar, i bën të ndihen të padëgjuar. Fëmijët e perceptojnë shpejt tensionin dhe shpesh e marrin mbi vete fajin për problemet e familjes. Shkaku i tretë për lodhjen emocionale tek fëmijët është bullizmi dhe marrëdhëniet me bashkëmoshatarët. Ngacmimet, përjashtimi nga grupet ose talljet e vazhdueshme krijojnë ndjenja turpi dhe izolimi. Fëmia që nuk arrin të përshtatet në grup ndihet i vetmuar dhe i pavlerë. Edhe një miqësi e thyer ose humbja e një shoku të ngushtë mund të shkaktojë lodhje emocionale. Një shkak tjetër që psikologët rendisin për lodhjen emocionale tek fëmijët është mungesa e aftësive për të menaxhuar emocionet. Fëmijët shpesh nuk din të emërojnë emocionet që përjetojnë. Ata nuk thonë jam i stresuar, por shfaqin simptoma fizike ose sjellje sfiduese. Kur askush nuk i mëson se si të shprehojnë ndjenjat në mënyrë të shëndetshme, ata i mbajnë ato të mbyllura brenda vetes derisa lodhen emocionalisht. Shkaku i pestë për lodhjen emocionale tek fëmijët janë ndryshimet e mëdha në jetën e tyre. Zhvendosja në një qytet të ri, ndryshimi i shkollës, ardhja e një vëllai ose motre të vogël në familje, humbja e një personi të dashur ose edhe një kafshë shtëpiake. Pra, çdo ndryshim që e lë fëmijën pas trehën e sigurisë, që është rutina e tij, mund të jetë burim i madh stresi. Dhe vim tek shkaku tjetër i lodhjes emocionale tek të vegjëlit, të cilit ne i kemi kushtuar vëmendje në shumë nga programet tona, që është përdorimi i tepruar i teknologjisë. Ekranet dhe rrjetet sociale i ekspozojnë fëmijët ndaj informacionit dhe krahasimeve të vazhdueshme. Koha e gjatë online pakson lojën aktive dhe ndërveprimet reale, që janë thelbësore për zhvillimin emocional të tyre. Doja të theksoja edhe një shkak tjetër, Arta, që i bën fëmijët të ndihen të lodhur emocionalisht dhe ky shkak është karakteri dhe ndjeshmëria individuale. Disa fëmijë janë më të ndjeshëm emocionalisht dhe përjetojnë më shumë stresin. Një fëmijë i tillë mund të lodhet më shpejt nga zhurma, ndryshimet e papritura apo kritikat. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të ditur, Dena. Gjithsesi doja të theksoja se lodhja emocionale tek fëmijët nuk vjen vetëm nga një faktor, por shpesh është rezultati disa shkaqeve të kombinuara. Kuptimi i tyre ndihmon prindrit dhe mësuesit të jenë më të kujdesshëm dhe të ndërhyjnë në kohën e duhur. Dhe ndërsa kemi folur për shkaqet e lodhjes emocionale tek fëmijët, Arta, sigurisht që nuk mund të lëm pa përmendur edhe pasojat e kësaj lodhjeje. E para, pasojat emocionale që mund të jenë ankthishtuar. Pra fëmia fillon të ketë frikë edhe nga gjëra të vogla dhe shqetësohet vazhdimisht për të ardhmen. Trishtimi i vazhdueshëm. Fëmia mund të shfaqë simptoma depresive që në moshë të vogël. Vetvlerësimi i ulët. Fëmia ndjen se nuk është mjaftueshëm i mirë dhe krahasohet negativisht me të tjerët. Një pasojë tjetër emocionale është edhe mungesa e motivimit. Fëmia humb dëshirën për shkollë, lojë apo aktivitete të reja. E dyta janë pasojat fizike. Lodhja emocionale tek fëmijët sjell dobësim të imunitetit. Fëmijët e lodhur emocionalisht sëmuren më shpesh. Ata vuajnë nga pagjumësia kronike ose e kanë të vështirë të bëjnë një gjumë të qetë. Lodhja emocionale gjithashtu sjell edhe simptoma psikosomatike si dhimbje koke, barku dhe lodhje e përgjithshme pa shkak mjekësor. E treta janë pasojat në sjellje, të cilat i përmendëm edhe tek shenjat që tregojnë se një fëmijë është i lodhur emocionalisht. Disa pasoja në sjellje janë: agresiviteti, fëmia mund të reagojë me zemërim ose dhunë ndaj të tjerëve. Izolimi social, fëmia largohet nga shokët dhe nuk dëshiron të marrë pjesë në lojra apo aktivitete. Varësi emocionale nga prindrit. Fëmia ndjen frikë të ndahet prej tyre deri në pikën e ankthit të ndarjes dhe vështirësi në përshëndrim që çon në rezultate të dobta në shkollë. Pasoja të tjera shqetësuese të lodhjes emocionale tek fëmijët janë ato në zhvillimin afatgjat. Disa prej tyre janë vështirësi në krijimin e marrëdhënieve të shëndetshme. Kur rriten, fëmijët që kanë përjetuar lodhje emocionale mund të kenë frikë nga afërsia ose mund të bëhen tepër të varur emocionalisht. Zhvillimi i çrregullimeve emocionale si ankthi, depresioni, çrregullimet në të ngrënë, gjithashtu probleme me identitetin dhe vetbesimin. Ata mund të kenë vështirësi për të marrë vendime dhe për të ndërtuar siguri tek vetja. Dhe sigurisht, pasi kemi ndarë me ju shenjat, shkaqet dhe pasojat e lodhjes emocionale tek fëmijët, programi ynë nuk do të ishte i plot, po të mos ndanim disa hapa konkret për t'i ndihmuar të vegjëlit tan. Hapi i parë është: krijoni një hapësirë të sigurt për komunikim. Dëgjojini pa ndërprerje dhe pa i gjykuar.
mos i nënvlerësoni ndjenjat e fëmijëve me fraza si s'është ndonjë gjë e madhe ose do të kaloj. Përdorni pyetje të buta, të tilla si ndihesh sot? Çfarë të mërziti më shumë? Hapi i dytë, jepuni fëmijëve mbështetje emocionale të vazhdueshme. Përqafimet, afërsia dhe prania fizike u japin atyre një ndjenjë sigurie. Tregojuni se janë të dashur, jo për atë që bëjnë, por për atë që janë. Sigurojeni se nuk janë vetëm në atë që përjetojnë. Hapi i tretë, ndihmojini fëmijët të njohin dhe të emërtojnë emocionet. Përdorni lojra, libra ose vizatime për të mësuar fëmijëve të dallojnë emocionet. Gëzim, frikë, trishtim, zemërim. Përdorni fjalë të thjeshta, si duket sikur je i mërzitur, ose e kuptoj që kjo gjë të trembi. Sa më shumë që fëmia mëson të shpreh emocionet, aq më pak do t'i mbajë ato brenda vetes. Hapi i katërt, vendosni një rutinë të shëndetshme. Dhe rutina më e mirë është gjumi mjaftueshëm dhe në orar të rregullt, ushqyerje e shëndetshme, kohë për lojë dhe aktivitet fizik. Gjithashtu, kufizoni kohën para ekranit. Hapi i pestë, shërbeni si model. Ne gjithmonë themi se ju jeni shembulli më i mirë për fëmijët tuaj. Fëmijët mësojnë duke parë. Nëse prindrit tregojnë qetësi, menaxhojnë stresin dhe flasin hapur për emocionet e tyre, edhe fëmijët do të jenë të prirur të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe një hap tjetër që ne kemi filluar ta theksojmë shumë këto 2 vitet e fundit, është kërkoni ndihmë profesionale kur është e nevojshme. Nëse shenjat e lodhjes emocionale janë të vazhdueshme dhe ndikojnë seriozisht në jetën e përditshme, mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga një psikolog fëmijësh. Ndihma e hershme mund të parandalojë zhvillimin e problemeve më të mëdha në të ardhmen. Jemi sërish në studio me kesha të dashura, po ndiqni programin Shpresë për ty. Në pjesën e parë të programit, folëm për lodhjen emocionale tek fëmijët edhe ndam me ju disa hapa që mund të ndiqni për të ndihmuar fëmijët nëse ata janë duke përjetuar këtë gjë. Por ajo që ne duam t'ju inkurajojmë të bëni më shumë, është t'i mësoni fëmijët tuaj se si të pushojnë dhe të gjejnë paqe në premtimet e Perëndis, të cilat ai na i zbulon shumë qartë në fjalën e tij në Bibël. Në të gjitha programet tona, në fakt, ne ju inkurajojmë që të gjitha përgjigjet tuaja në kohë të vështira t'i gjeni tek premtimet e Perëndis, që nuk na zhgënjejnë kurrë, përkundrazi, gjithmonë na japin paqe dhe qetësi. Dhe a nuk është e mrekullueshme që edhe fëmijët tanë t'i rrisim në njohjen e Perëndis, duke i ndihmuar ata të gjejnë pushim në premtimet dhe rrugët e tij? Këto premtime të veçanta të Perëndis janë mënyra të fuqishme për t'i ndihmuar ata të mësojnë më shumë për natyrën e Perëndis dhe frymën e shenjtë. Nëse po luteni për paqen e fëmijëve tuaj, ne ju inkurajojmë të meditoni bashkë me ta mbi këto premtime të Perëndis. Premtimi i parë që ju mund të ndani me fëmijët tuaj është premtimi i Perëndis për mbrojtje. Fjalët e Urta, kapitulli 18, vargu 10, thotë: Emri i Zotit është një kala e fortë, tek ai turret i drejti dhe gjen siguri. Ky varg na kujton se siguria e vërtet gjendet vetëm tek Perëndia. Kur u mësojmë fëmijëve të besojnë në emrin e Perëndis, ne i pajisim ata me një themel të fortë besimi që do t'i mbajnë në çdo sprovë sfidë të jetës, duke ditur se gjithmonë mund të gjejnë strehë dhe mbrojtje në kullën e fortë të emrit të Perëndis. Premtimi i dytë për të cilin fëmijët kanë nevojë është premtimi i Perëndis për ngushëllim. Psalmi 23, vargu 4 thotë: Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Si prindër, ne mund të mësojmë fëmijëve tanë se sado të vështira apo të frikshme të duken gjërat, ata nuk duhet të kenë frikë, sepse Zoti është gjithmonë me ta. Imazhi i shkopit edhe thuprës të bariut, që përdoren për udhëheqje dhe mbrojtje, tregon kujdesin e Perëndis mbi ne dhe fëmijët tanë. Ky varg na inkurajon të mbjellim fëmijëve një besim të thellë tek prania dhe kujdesi i vazhdueshëm i Perëndis. Premtimi i tretë për të cilin fëmijët tanë kanë shumë nevojë është premtimi i Perëndis për mbështetje. Sofonia 3, vargu 17 thotë: Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do të qëndrojë në heshtje.
do të gëzohet për ty me britma gëzimi. Ne mund të mësojmë fëmijëve se Perëndia nuk është vetëm i plotfuqishëm, por edhe i mbushur me dashuri dhe gëzim në marrëdhënien me ne. Ky premtim na kujton t'u tregojmë fëmijëve tanë të vërtetën e gëzueshme, se Perëndia është i kënaqur me ta dhe i do me një dashuri të pakushtëzuar. Premtimi i katërt që do të sjellë shumë ndryshim në jetën e fëmijëve tan është premtimi i Perëndisë për mëshirë. Psalmi 145 vargu 9 na thot: Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dëmshuri për të gjitha veprat e tij. Ky varg na inkurajon të modelojmë mirësinë, dëmshurinë dhe bujarinë e Perëndisë. Kur jetojmë dhe ndajmë mirësinë e tij, ne ndihmojmë fëmijët të njohin dashurinë e thellë të Perëndisë për çdo njeri. Premtimi i 5 për inkurajimin tuaj dhe të fëmijëve tuaj është premtimi i Perëndisë për prehje. Mateu 11 vargjet 28 dhe 29 thon: E janë tek unë ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Tek Jezusi ne mund të gjejmë gjithmonë paqe dhe qetësi, edhe në mes të sfidave të jetës. Kur ja dorëzojmë barrat tona atij, ne marrim udhëzimin dhe praninë e tij ngushëlluese. Një premtim tjetër jetë ndryshues është premtimi i Perëndisë për forcë. Psalmi 46 vargu 1 thot: Perëndia është për ne një stre dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Një nga gjërat më të mira që mund të mësojmë fëmijëve është i drejtohen Perëndisë kur përballen me vështirësi. Kjo i ndihmon ata të rriten me besim të fortë në praninë e Perëndisë, duke ditur se mund të mbështeten tek ai për ndihmë, forcë dhe mbrojtje. Premtimi i Perëndisë për paqe është premtimi i fundit që ne kemi zgjedhur për këtë program, por jo i fundit në Bibël. Ky libër i shenjtë është i mbushur me premtime jetëdhënëse dhe jetë ndryshuese për ne dhe për brezat që do të vinë. Gjoni 14 vargu 27 na thot: Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ju e jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Si prindër, ne mund të kultivojmë një atmosferë paqeje dhe besimi në familjet tona, duke u treguar fëmijëve paqen që vjen nga një marrëdhënie me Krishtin. Kur ndajmë këtë paqe me ta, ata mësojnë të përballojnë pasiguritë e jetës me guxim dhe qetësi, duke ditur se janë fëmijë të Perëndisë. Mikesha të dashura, Perëndia është me ne edhe me fëmijët tanë në çdo rrethant të vështirë. Këto premtime që ne ndajmë me ju janë mënyra praktike për t'u treguar fëmijëve të gjitha moshave zemrën e Perëndisë dhe dashurinë e tij të pafund. Ne lutemi që këto vargje të sjellin ngushëllim, udhëzim edhe siguri për ju dhe për fëmijët tuaj të çmuar. Si gjithmonë në fund të programit ton, ne ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.